Territori shqiptar për datën 29 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme me mod kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta kalimtare në disa zona veriore dhe juglindore. Në orët e paradites parashikohet mot i qetë ndërsa gjatë pasdites intervale të gjata me diell në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 23 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 29 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 29 tetor do të jetë në orën 6:01, ndërsa perëndimi në orën 16:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 19 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 13 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 12 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 13 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 21 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 23 gradë Celsius.